A e kujton momentin kur fillove me kërku materiale për renovimin e banjës? Po, shumë mirë madje, kur shkova te Casey Home kisha vetëm një fotografi dhe një ide në mendje, po sa po fillova t'i shoh materialet dhe kombinimet, vizionin që kisha në kokë filloi vetë të merrte formë. Çfarë bëri me thonë këto janë finesat e dizajneve të produkteve? Besoj ngjyrat dhe kombinimet, ato me njëherë njoftuan edhe karakterin tim dhe u bindën që unë jam shumë detajiste dhe e du kombinimin e ngjyrave, ngrohtësinë, duke mos e humbur asnjëherë elegancën, sepse fundja banjo ishte e dhomës së gjumit. Kur e pe shtëpinë të përfunduar, cila ka qenë ndjenja? Sinqerisht, ka qenë shumë ndjenja veçantë, kur e dija që më tani gjithçka është gati për banjon time të re, ashtu siç e kisha imagjinuar, një banjo të ngrohtë me shumë ngjyra elegante dhe mbi gjitha, që është më e rëndësishmja, me shumë shpirt brenda saj. Ka disa detaje që ja japin shpirtin gjithë hapësirës, por ndriçuesi dhe pasqyra ishin ato që më lanë më shumë t'i përshtypje. E kompletuan perfekt ambientin dhe i dhanë një elegancë shumë të veçantë. Casey Home ma dha ndjenjën e rehatisë dhe besimit, një cilësi që ta bën më të lehtë m'ia besu gjithë transformimin e banjës.